Kriza e çmimeve të naftës ka përfshirë të gjithë rajonet e Evropës, duke detyruar qeveritë të ndërmarrin masa të menjëhershme për të përballuar pasojat ekonomike. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të karburanteve ka ndikuar drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe në funksionimin e bizneseve, duke rritur kostot e transportit dhe të produkteve bazë. Përballë kësaj situate, shtetet e rajonit kanë filluar me marrjen e masave që të zbusin ndikimin e krizës dhe të ruajnë stabilitetin ekonomik në një periudhë sfiduese për kontinentin. Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi së fundmi se planifikon ulje të akcizës së naftës për rreth 20% për të lehtësuar barën mbi përdoruesit e automjeteve. Rama vuri në dukje se qeveria po përgatit edhe projekt ligjin për rezervat strategjike, i cili ndodhet në konsultim publik dhe po planifikon ndërhyrje të reja në tregun e karburanteve për të garantuar ekuilibrin e çmimit dhe transparencën e lëvizjeve të naftës në vend. Slovenia ka kufizuar furnizimin me karburant për qytetarët në 50 litra në ditë. Sipas masave të miratuara në stacionet e karburanteve, është e lejuar që çdo individ të furnizohet me maksimum 50 litra karburant në ditë, ndërsa për personat juridik dhe individet që ushtrojnë veprimtari përfshirë bujqësinë, lejohet deri në 200 litra. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi masa për periudhën në vijim, përfshirë lirimin e rreth 40.000 tonëve të naftës nga rezervat shtetërore dhe uljen shtesë të akcizave me 40%. Ministrja e Minierave dhe Energjisë së Serbisë, Dubravka Đedović Handanović, deklaroi më 21 mars se shteti i saj po negocion me kompanitë e naftës për të gjetur mënyrën më të mirë dhe çmimet më të mira me të cilat do të ofrojë 40.000 ton naftë nga rezervat shtetërore.